U rikthyem sërish në studio. Muaji i Ramazanit është një periudhë e veçantë e vitit, ku besimtarët përkushtohen në adhurim, reflektim dhe solidaritet me ata që kanë më shumë nevojë. Kalliri i Mirësisë është një organizatë humanitare që në frymën e këtij muaji të shenjtë angazhohet për të mbështetur ata që janë në nevojë, duke ofruar ushqim, veshmbathje dhe ndihma të tjera për ata që përballen me vështirësi ekonomike. Pikërisht sot me mua në studio kemi kryetarin e kësaj organizate humanitare, zotrin Nexhat Lika. Përshëndetje, zotrin Nexhat, mirë se erdhët në emisionin e Ritmi i Ditës. Përshëndetje, mirë se u gjeta dhe faleminderit për ftesë. Atëherë mund të na thoni si shfrytëzon organizata mundësitë e muajit të Ramazanit për të ndihmuar ata që kanë nevojë? Fillimisht, pasi që jemi në fillim të muajit të Ramazanit, më shfrytëzoj rastin që të gjithë besimtarët e konfesionit islam të uroj këtë muaj të bekuar dhe dëshiroj agjerim të lehtë dhe të pranuar. Sa i përket organizimit ton, do të thotë organizatës humanitare Kalliri i Mirësisë, për gjatë muajit të Ramazanit, ne kemi hartuar një projekt të cilin jemi në fazën e realizimit të tij. Në kuadër të këtij projekti, si çdo vit, ne kemi paraparë shpërndarjen e pakove ushqimore, me të cilën kemi filluar veç para fillimit të muajit të Ramazanit, edhe jemi në vazhdim të shpërndarjes. Pastaj do të thotë kemi paraparë edhe shpërndarjen e veshmbathjeve për fëmijët jetim, do të thotë ajo do të bëhet para festës Fitr Bajramit. Njëkohësisht, brenda muajit të Ramazanit planifikojmë, siç edhe vitet e kaluara, të vizitojmë familjet në nevojë dhe t'ju ofrojmë iftare dhe aktivistët e organizatës sonë të bëjmë iftare së bashku me këto familje në nevojë. Me një farë forme t'ju ofrojmë një lloj ngrohtësie dhe ushqime, do thotë, për iftaret. Pastaj, gjatë muajit të Ramazanit, planifikojmë të shpërndajmë edhe shportet e Ramazanit. Këtë aktivitet e realizojmë me forumin rinor Islam Dega në Teto. Dhe kështu, do të thotë aktivitetet lloj-llojshme, por fillimisht muajin e Ramazanit ne filluam një ditë para, do të thotë, me aktivitetin ton të parë. Ajo ishte me një farë forme paralajmërimin e muajit të Ramazanit në Qashinë e Vjetër të Shkupit, bëm shpërndarjen e hurmave dhe me një farë forme bëm edhe kërkesë për donacione të ndryshme, të cilet për projekte të cilet do t'i realizojmë gjatë muajit të Ramazanit. Zotrin Nexhati, mund të na thoni se këto pakot ushqimore, veshmbathjet, në cilat qytete të vendit do të shpërndahet? Keni disa pika, të themi, disa qytete të caktuara? Po, këtë aktivitet ne realizojmë, pothuajse mundohemi të realizojmë në gjithë territorin e Maqedonisë. Në vetëm kemi bërë shpërndarjen e pakove ushqimore në Kërçovë dhe rrethin. Pastaj kemi bërë shpërndarjen e pakove në Maqedoninë Lindore. Gjithashtu tani jemi duke bërë shpërndarjen këtu në Shkup, në qendër, po edhe komunave përreth. Ishim para fillimit të Ramazanit në Idrizov, në atë pjesë do thotë kemi bërë shpërndarjen. Tash jemi nga qendra duke bërë shpërndarjen e pakove. Për gjatë këtij muaji ne vetëm kemi siguruar 2000 pako ushqimore. 1500 vetëm deri më tani kemi shpërndar dhe në vazhdim shpërndajmë edhe pjesën tjetër të ngelur, por ne kur bëm hartimin e projektit për realizimin e tij, kemi planifikuar që gjatë muajit të Ramazanit të shpërndajmë diku te 3000 pako ushqimore. Edhe për këto 1000 pako ushqimore jemi duke kërkuar donacione të ndryshme nga afaristë kështu me radhë, që të kompletojmë edhe këto pako që t'i shpërndaj në pjesën e dytë të muajit të Ramazanit. E di që sado që tjetë është e vështirë të mireni me këto lloje organizime, me shpërndarjen e pakove, pikërisht për nevojtarët. Mund të na thoni se cilët janë sfidat më të mëdha që has organizata gjatë organizimit të aktiviteteve humanitare gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit? Për sfidat janë të lloj-llojshme, duke u nisur
nga sigurimi i mjeteve për realizimin e vetë projektit, duke trokitur në përdyrë të ndryshme, do të thotë deri tek afaristët, tek ata të cilët duan të ndihmojnë e kështu me radhë, krejt kjo me qëllim që projekti të mund të realizohet. Pastaj sfidat janë thamë të lloj-llojshme, duke nisur edhe nga vetë mënyra e shpërndarjes, domethënë të pakove. Ne kategoria atyre të cilët i shfrytëzojnë këto ndihma janë të tillë që me të vërtetë kërkojnë një angazhim tonin pak më të madh, në atë kuptimin se duhet të përgatisim lista paraprakisht që mos ketë edhe keqpërdorime të natyrave të ndryshme. Dhe ne që një muaj para fillimit të Ramazanit kemi filluar me hartimin e listave të këtilla dhe tani në bazë të listave të përpiluara bëjmë edhe shpërndarjen. Krejt kjo me qëllim që të mos ketë keqpërdorime të natyrave të ndryshme, por megjithatë në bazë të kësaj edhe përvojës që kemi pas vite me radhë, do të thotë nuk kemi pas ndonjë problem të natyrave të ndryshme, megjithatë çdo herë ka ankesa të natyrave të lloj-llojshme, por ato janë normale, konsiderojmë që janë normale duke marrë parasysh vëllimin e punës të cilën e bëjmë gjatë tërë muajit të Ramazanit. Shpresoj që ja keni dalur me gjithë ato angazhime që i keni pasur si organizatë humanitare që gjithmonë mundoheni që t'ju dilni në ndihmë nevojtarëve. Po, organizata jonë këtë projekt realizon që nga themelimi i saj deri më sot, edhe duke pas parasysh gjendjen e përgjithshme të shoqërisë, gjendjen ekonomike kam fjalën, e shohim se kërkesat për ndihmat çdo herë e më tepër shtohen, edhe duke pas parasysh këtë fakt, ne po mundohemi që maksimalisht të dalim në ndihmë me kapacitetet që kemi të gjithë atyre që kanë nevojë. Edhe çdo kush që troket në dyer të organizatës sonë ka qenë i shërbyer me mundësitë që kemi pasur, e sidomos tash gjatë muajit të Ramazanit. Unë në këtë rast shfrytëzoj këtë emision të drejtohem të gjithë atyre që kanë mundësi dhe dëshirë për të ndihmuar, t'i drejtojnë organizatës sonë dhe me ndihmat e tyre besoj që amanetin e tyre ne do ta çojmë në vend, aty ku ato më së tepërmi kanë nevojë. Sa keni bashkëpunime me institucionet të themi tjera lokale, po qofte edhe me ato të ndryshme me afaris për të realizuar të gjitha këto projekte të gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit? Ne jemi munduar që pothuajse numrin më të madh të projekteve të realizojmë në bashkëpunim me institucione të ndryshme, duke nisur nga komunat, ministritë e kështu me radhë. Edhe projektin e Ramazanit apo shpërndarjen e pakove gjatë muajit të Ramazanit e realizojmë në bashkëpunim me komunat, si është komuna e Çajirit, komuna e Sarajit, komuna e Studeniçanit, komuna e Reqinës, e kështu me radhë. Çdo herë realizojmë në bashkëpunim me ata, duke pas parasysh se ato edhe ndoshta më mirë e njohin strukturën e popullatës edhe atyre që më së tepërmi kanë nevojë. Edhe shfrytëzoj rastin që t'ju falenderoj edhe ato për këtë lloj të bashkëpunimit, dhe ne mendojmë që edhe këtë vit ashtu ta realizojmë shpërndarjen e pakove përmes komunave dhe një pjesë tjetër të cilën e shpërndajmë në qendër. Zotërinë Xhati, mund të na sqaroni për gjithë ata të cilët duan të ndihmojnë, të kontribuojnë në organizatën humanitare Kalliri i Mirësisë gjithmonë për t'u dalë në ndihmë nevojtarëve. Si është mënyra, si shkon procesi? Ne këtë vit kemi paraparë në mundësinë atyre ju kemi ofruar mundësi atyre që kanë nevojë të ndihmojnë, që kanë mundësi të ndihmojnë, të mund të ndihmojnë të donojnë mjete financiare në zhvillimin tonë. Ajo është njëra mundësi. Tjetra është ajo që kemi ofruar mundësinë, ne kemi dërguar deri tek afaristët, tek ato që mendojmë që mund të ndihmojnë, listën e artikujve ushqimor të cilët do t'i përmban pakuja ushqimore. Edhe ju kemi lënë hapësirë atyre që vetë të vendosin nëse duan për shembull të kontribuojnë me një artikull ushqimor për ta kompletuar atë paku, të mund të ndihmojnë edhe në atë formë. Mund të na thoni se cilët janë disa nga aktivitetet të themët më kryesore gjatë Ramazanit që do e mos duhen të realizohen të themi? Kështu
Projekti Ramazanit është një nga projektet të cilët organizata jonë e realizon. E llogarisim si një nga projektet e rregullta të cilët i realizon organizata jonë, por megjithatë gjatë vitit ne realizojmë edhe shumë projekte tjera. Projekte të tilla kemi edhe projektin e Kurbanit, pas 2 muajve që vjen. Pastaj kemi projektin e çantave shkollore, të cilin realizojmë gjatë fillimit të vitit të ri shkollor, çanta dhe pajisje shkollore për nxënësit e shkollave fillore zakonisht të bëjmë shpërndarjen, edhe ato e bëjmë shpërndarjen në shumë shkolla të Republikës së Maqedonisë. Pastaj e kemi si projekt më voluminoze dhe projektin e Dimrit, të cilët edhe kjo është një nga projektet e rregullta. Në kuadër të këtij projekti bëjmë shpërndarje një drunjve për ngrohje, domthonë këtë vit kanë përfituar diku të 280 familje nga 3 metër kub drunj. Edhe 280 familje tjera kanë përfituar pako ushqimore në kuadër të këtij projekti, edhe diku të 50 familje kanë përfituar edhe batanie, do thotë për stinën e Dimrit. Këtë projekt e realizojmë për çdo vit, edhe këtë vit para fillimit të projektit Ramazanit që e përfunduam. Pastaj projekte tjera të cilët janë pak më të veçanta, të cilët i realizon organizata jonë, është edhe projekti që vitin e kaluam e startuam, projekti i IT-s, është në vazhdim e sipër. Në kuadër të këtij projekti kemi përzgjedhur 15 nxënës dhe studentë dhe të cilët do të vijojnë në kursin e IT-s në full stack, edhe 15 të tjerë që do të zhvillojnë në CCNA dhe CCNP. Do thotë janë këto 30 nxënës dhe studentë, shumica prej tyre studentë, të cilët e vijojnë këtë kurs, krejt kjo me qëllim që ato të aftësohen një ditë dhe të sigurojnë të ardhurat e tyre. Gjatë përzgjedhjes së tyre çdo herë mundohemi të bëjmë përzgjedhjen atyre që më së tepërmi kanë nevojë. Në organizatën tonë kemi databazën e fëmijëve pa prindër apo jetimëve, edhe fillimisht ato kanë çdo herë përparësi, po në këtë rast ju kemi dhënë hapësirë edhe atyre nxënësve apo studentëve që kanë dëshirë për këtë lëmi, dhe mundësi ju kemi ofruar në atë formë që kemi bërë pranimin e tyre dhe mbulimin e këtij projektit e bën organizata jonë. Pastaj, përveç kësaj kemi edhe projekt i cili është duke u zhvilluar, që kemi filluar që nga viti 2023, projekti Qasje Integruar dhe Zhvillimit të Qëndrueshëm për Komunën e Haraqinës, është një projekt pak më voluminoz, ku vetëm sa realizuam fazën e 3 të këtij projekti, do të thonë projekt ku ndërmarrjen komunale të Komunës së Haraqinës e kemi pajisur me pajisje makinerie, do të thotë me 2 kamion, një maune, një eskavator, do të thotë krejt kjo për qëllimin e kësaj ndërmarrje. Pastaj kemi bërë i kemi ofruar 20 lopë qumshti për ato familje që kanë nevojë, do të thotë që të gjenerojnë të ardhura nga kjo veprimtari. Edhe tash në zhvillim e sipër është faza e 3 e projektit për rrjetin e ujësjellësit. Do të thonë diku te 600 metër gjatësi bëjmë renovimin e një pjese të ujësjellësit me gjithë infrastrukturën e nevojshme. Edhe ngelet faza e fundit e projektit, të cilët mendoj të realizojnë brenda këtij viti, është rregullimi apo restaurimi i shtëpisë së shëndetit dhe pajisja e saj me pajisje të nevojshme. Si organizatë humanitare, sa e keni të vështirë të siguroni të gjitha këto mjete? Për të shkuar aty në vendin e duhur, të themi. Ne kemi bashkëpunime me partnerë nga brenda, po kemi bashkëpunime edhe me partnerë nga jashtë. Një nga ato që na mbështet vite me radhë është Islamic Relief, është organizatë ndërkombëtare me zeli në Londër. Dhe nga kjo kemi arritur të sigurojmë numrin më të madh të donacioneve, të cilët për projekte të cilët veç i kemi realizuar dhe janë në realizim me sipër. Por megjithatë edhe nga donatorët e mbrëmshëm, kemi bashkëpunim shumë korrekte dhe çdo herë kur i kemi trokitur në dyer, çdo herë edhe ato kanë qenë të gatshëm për të ndihmuar me mundësitë që kanë pasur, edhe asnjëherë nuk na kanë kthyer prapë, do thotë pa na mbështetur për realizimin e projekteve tona. Zotëri Nexhati, mund të na thoni si ka evoluar organizata që nga themelimi i saj dhe cilët janë arritjet më të mëdha që keni pasur si organizatë humanitare? Organizata është themeluar që nga viti 1991.
dhe që nga atëherë deri më sot ka pas një kontinuitet në punën e saj. Edhe që nga atëherë do të thotë është zhvilluar në kontinuitet, mund të themi, mirë po zhvillimin e saj më të hovshëm do të thotë që nga luftrat që ndodhen, do të thotë këtu tek ne dhe në Kosovë, do të thotë me ndihmat që i ofruan nevojtarëve, po kemi qenë aktive dhe në kohën e luftës në ish Jugosllavi, do të thotë në viteve 91-95 se u zhvillua edhe atëherë, por do të thotë ajo që mund të krenohemi me atë, do të thotë janë këto ndihmat të cilat i kemi ofruar, do të thotë bashkëpunëtorëve tonë në këto kohra shumë të vështira, por megjithatë kemi pas edhe projekte të realizuara në sfera të ndryshme, do të thotë si në sferën e arsimit dhe në sferën e shëndetësisë, renovimin e shkollave apo ndërtimin e klasëve në disa shkolla, pastaj projektet tona në shëndetësi, benefitet e cilave po i shfrytëzojnë të gjithë qytetarët pa përjashtim në Republikën e Maqedonisë, duke u nisur nga Kumanova, kemi pasur pajisjen e spitalit të Kumanovës me pajisje të nevojshme, pastaj spitalit traumatologjisë këtu në Shkup, spitalin e Kërçovës para disa viteve, pastaj intervjuim në spitalin e Strugës. Kishim një donacion nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vlerë për diku $1,5 milion në pajisje ka qenë, i cili është shpërndarë, pajisje mjekësore, i cili është shpërndarë për të gjithë spitalet e Republikës së Maqedonisë. Dhe kështu me radhë, do thotë ka qenë projekte këto pak më voluminoze dhe të cilat i kemi realizuar dhe benefitet e cilave do të thotë i shfrytëzojnë të gjithë qytetarët. Ajo që ka vlen të potencohet shpeshherë na ka ndodhur, si kur shkojmë dhe sidomos në për spitalet apo shtëpitë e shëndetit, harrohet të përmeni këtu e shtëpinë e shëndetit në Likovë, aty kemi pas një intervenim do me pajisje të nevojshme. Na kanë pas se ju kanë ofruar shumë organizata apo shoqata të ndryshme për realizimin e projekteve, edhe na kanë thonë kështu haptas në neve, dhe ju kur keni ardhur për herë të parë këtu tek ne, e kemi marrë shumë jo, ndoshta si një takim normal. Ndoshta nuk ju kanë marrë shumë seriozisht të themi. Edhe kur shku me donacionet konkrete atëherë ne pa thonë, më kujtohet shumë mirë në spitalin e Kërçovës, një mjek atje tha, që thonë të drejtën kështu e kemi menduar fillimisht, po tash tha me të vërtetë na i demantuat atë që e kemi menduar dhe ishin shumë falënderues për ndihmën që i ofruam. Ne po mundohemi me kapacitetet dhe mundësitë që kemi të ndihmojmë çdo kund ku është e nevojshme. Kërkesat janë të shumta, duke marrë parasysh shoqërinë ku po jetojmë nga më të ndryshmet. Cilat janë ato kërkesat më të shumta që i bëjnë deri tek, që drejtohen deri tek organizata juaj humanitare dhe që kërkojnë ndihmë? Po ne po kemi kërkesa edhe nga institucionet të ndryshme shtetërore. Në vend që ne kërkojmë nga ato diçka të na ndihmojnë në realizimin e projekteve, ndodh që shpeshherë të kemi kërkesa edhe nga ato për renovime të ndryshme në për shkolla, në për spitale e kështu me radhë. Me një farforme, nga ana tjetër, shpeshherë ndodh që kemi edhe kritikat kësaj natyre, jemi shumë sinqert, sepse ju po intervenoni, do të thotë në për nuk është punë e juaj në atë formën. Mirë po ne do të nisim nga ajo se arsimi dhe shëndetësia janë dy sfera që me të vërtet janë më se të nevojshme për shoqërinë në përgjithësi, edhe kemi patur arsyeshme që edhe atje në bazë të mundësisë që kemi të intervenojmë. Dhe besoj që të gjithë në ato vende ku kemi intervenuar kanë qenë jashtëzakonisht falënderues për ndihmën të cilën e kemi ofruar, se çdo herë ne kur bëjmë ndonjë ndihmë nuk e bëjmë do të thotë ajo që ne mendojmë se është e nevojshme, por fillimisht bëjmë kërkesë nga ato që të bëjnë një specifikacion të mjeteve apo pajisjeve që kanë më së të nevojshme për atë institucion, dhe më pas do të fillojmë me realizimin e projekteve duke kërkuar fillimisht donatorët, e kështu me radhë është një proces pak më i gjatë, por jemi shumë të kënaqur atëherë kur i projekti merr formën e duhur. E duhur, ashtu. Si e shihni rolin e organizatës suaj në promovimin e vlerave të solidaritetit dhe humanizmit?
Organizata jonë çdo herë është munduar që të promovon këto vlera dhe shpeshherë kemi bërë aksione të ndryshme edhe në për shkolla, këtu më konkretisht këtu në Shkup dhe rrethim, kretë kjo me qëllim që të mbjellim këtë të mirë apo të themi këtë dukuri tek të rinjt. Me një farë forme, jo që me donacionet që mbledhim nga ato do të realizojmë ndonjë projekt me përmasa më të mëdha, po qëllimi jonë çdo herë ka qenë që ato të ndjejnë atë ndjenjen e solidarizimit me ata që kanë më së tepërmi nevojë. Dhe edhe këtë vit kishim një aksion para fillimit të projektit të Ramazanit në disa shkolla të mesme këtu në Shkup dhe jam shumë falendërues për të gjithë ata të cilët kontribuan në realizimin e projektit të Ramazanit, e sidomos nga këta të rinj të cilët u solidarizuan me ato që më së tepërmi kanë nevojë. Këto janë forma do të cilët ne po mundohemi ta promovojmë këtë humanitetin në shoqërinë tonë, jo që nuk është, ne njihemi si popull human në përgjithësi, mirë po humanizmi nuk ka fund, apo sa më tepër që të promovohet ajo, aq më tepër vjen në shprehje dhe njerëzit më tepër do të solidarizohen me ata të cilët më së tepër kanë nevojë dhe besoj që me një farë forme ja kemi arritur qëllimit, po nuk do të thotë se është kjo krejt ajo se çfarë duhet të bëhet edhe shumë më tepër në këtë drejtim që kam fjalën të gjeneratat e reja të mbjellim këtë dëshirën e aktivizmit në përgjithësi, po edhe solidaritetit në përgjithësi. Kemi në plan në kuadër të organizatës të formojmë edhe një ekip të cili do të mirret konkretisht me aktivizëm, do të çdo herë atë kur shfaqet nevoja për ndonjë rast emergjent, ne jemi munduar të jemi prezent me kapacitetet që kemi në për edhe krizat të ndryshme, kur janë shfaqur sikur që ishin ndryshimet në Hasanbek para disa viteve, pastaj në tërmetit në Shqipëri, pastaj tërmeti në Turqi që ishte i fundit, jemi munduar të jemi edhe këtu aktiv me mjete të ndryshme, me ata që kemi pasur mundësi të ndihmojmë dhe në këtë formë, në farë formë edhe këtu tek ne, jo vetëm të presim nga dikush që të na sjell jeni munduar edhe vetë po dhe ne të bëjmë, po që të jemi solidarë me ato që ndonjëherë shfaqet nevoja që vendit kur goditen nga këto katastrofa, me të vërtetë është më së nevojshme që të solidarizojmë. Ne si organizatë jemi munduar të jemi edhe në këtë drejtim aktiv. Zotëri Nexhati, mund të na thoni se cili do të ishte për në fund mesazhi për gjithë ata të cilët të duan të ndihmojnë, kanë mundësi për të ndihmuar dhe të drejtohen në organizatën tuaj humanitare? Duke marrë parasysh se jemi në muajin e Ramazanit, muajin e mëshirës, muajin e solidaritetit, muajin e bujarisë kështu me radhë, të gjithë ata që kanë mundësi dhe dëshirë për të ndihmuar, ne veç i përmendëm, do të mundësit janë që t'i drejtohen drejt organizatës sonë, apo përmes zhirollogarisë të organizatës, apo edhe përmes artikujve të ndryshëm ushqimor që po bëjmë grumbullimin e këtyre dyteve, të mundësojnë që të realizojmë projektin të cilin veç e kemi hartuar që në para fillimit të muajit të Ramazanit. Të gjithë ato që kontribuojnë, të gjithë ata që do të mundohen që ta përkrahen këtë projekt, unë paraprakisht i falenderoj dhe lutim Zotin e Madh që t'i shpërblen me shpërblimet e tij të pafundme, sidomos kur ato janë të shumë fishta gjatë muajit të Ramazanit. Së pari deshta t'ju përgëzoj për në fund për gjithë ato aktivitetet pikërisht keni investuar të themi në ardhmëri, në arsim dhe jo vetëm nevojtarët, por gjithë qytetarët e vendit tonë të cilët kanë nevojë për në arsim, por edhe në shëndetësi. Ju falimnderit edhe një herë që ishit pjesë e misionit të mëngjesit të ritmi i ditës dhe ju uroj suksese dhe punë të pandalshme, sidomos tani në muajin e shenjtë të Ramazanit. Shumë falimnderit edhe për ju edhe nga ju për ftesën dhe çdo herë jeni të kujdesshëm në këtë drejtim, bëni promovimin e aktiviteteve tona me një farë forme edhe ju po kontribuoni në rritjen e asaj që përmendet pak më herët humanitetit dhe solidaritetit në popullatën tonë. Ju falimnderit edhe një herë.